Mos u marrë dhe unë me shoqërinë, ajo çfarë unë po thoja është pikërisht mos funksionimi i instancave. Pra, kur ti shikon, sepse ka një diçka. Mund parandalohet, thua ti. Jo mund parandalohet, po edhe minimalisht, qose ti do ta merrte vetëm të paditurin në pyetje policia ose të kallëzuarin policia, do kishte një lloj ndërgjegjësimi dhe ai të brendshëm, do kishte edhe një lloj frike dhe një lloj pengesë që mos ta bëj më se për mos të degraduar situata. Prandaj them, në qoftë se dhe unë po flisja në tërësinë e gjës që kjo shoqëria jonë është pasojë e këtyre mos funksionimit ose keq funksionimit. Se ka mos funksionim, ka edhe keq funksionim. Te ne cila nga këto është? Këtë dyja. Në të dyja, jo vetëm, sepse edhe perceptimi që ne japim është një element shumë i rëndësishëm. Perceptimi që ne i japim shoqërisë që e vetmja mënyrë për të qenë i pari, më i preferuar i ambientit, është që të merresh me krime qoftë vogla qoftë mëdha. Yes, i forti, preferuar, e ke fjalën për konceptin i forti. I forti dhe normalisht i forti nuk merret me ndonjë punë, nuk ka ndonjë zanat. A duar trokitet i forti në Shqipëri? Po, vetëm duke referuar, se prandaj mediave, po jo mediave duke i përgjithësuar, por duke para ato media që në fokus kanë pikërisht të dy ekstremis më të këqijat të gjinisë mashkullore dhe të gjinisë femërore dhe i promovojnë. Cilin imazh, të fortin dhe? Të fortin edhe vajzën e cila është më e lishme, më seksi, pa në një bosht brëndshëm, pa në një formim brëndshëm. Jo, në gjykimi, vetëm se duke kaluar. Prodhojmë fasadë. Fasadë. Pra në më thënë, janë shumë element, është ajo çfarë neve, prandaj e shkputa nga e shkuara, duke marrë analizën e shoqërisë, vetëm në këto momente. Prandaj e vlerësoj shoqëritë depresive, sepse nuk është në rregullin normal të funksionimit të ngjarjeve. Jo sepse kjo është e tillë, por sepse këto elementet që duhet ta orientonin në një mirëqenie, ose keq punojnë, ose nuk funksionojnë fare. Po. Zonja Hoxha, t'ju pyes pak pse është trend? E kuptoj, absolutisht nuk duam ta përgjithësoj, po flasim për problematika. Zonja Hoxha, pse duar trokitet? Pse është virale? Pse është popular? Pse duhet që t'jesh i forti, merr kaq shumë vëmendje? Ashtu të hapin rrugë. Se ky model është kaq i rëndësishëm? Sepse ashtu të hapin rrugë, ashtu ti fiton. Ti mendon se nëpërmjet çarjes dhe konfliktit e zgjidh. Domethënë do të duhet fare të komunikosh. Komunikosh sot është armë të zgjuarit dhe domethënë pak njerëz edhe komunikimin din ta përdorin mirë. Kështu në këtë pikë kur ti shikon që këta njerëz i shikon dhe që pasurohen, i shikon edhe që janë të ndjekur, i shikon dhe që ju hecën, dhe zakonisht po tani po i referohem gjinisë mashkullore pa dashur ti paragjykoj, se jo të gjithë që bëjnë para apo ku diun se çfarë janë jo normal në funksionimin e tyre. Jo, prandaj pyes, pse ky imazhi të fortit është kaq i parapëlqyer? Sepse i fiton. Fiton. Është fituesi, në çfarë lloj sfide thoni ju? Sfide, ka të tjerë që i rrin nga mbrapa, ka dhe vdes shpejt fund. Liderin. Vdes shpejt fund. Vdes shpejt në fund. Po. Ka i diçka. Lë gjëra në trashëgimi shumë shpejt, Greta. Ndryshe nga të tjerë që vdesin vetëm nga pleqëria. Por dhe nuk lë një dhe nuk lë asgjë. Ka një element tjetër, shikoj, çështja e të fortit, le të themi është e lindur me njerëzimin. Domethënë, le të themi i prijësit, le të themi. Por perceptimi, problemi që ndron që nuk është më i forti atëherë ka qenë një prijës, një provider, një që siguronte. Tu i forti është një njeri i cili nuk i ka, ose providerin e ka në mënyrën jo të pranuar në shoqëri. Pra është një fitim i shpejt. Ne shikojmë çapaçula nga 20-30 vjeç
me një 80 shtëpi, është e pamundur. 30 vjeç nuk janë i vegjël, po të 20 që ase 30. Mos se do t'i parajgjikojmë ato se ato. Jo, po nga 80 shtëpi nuk të del koha me i bërë në këto Ti djali i ndërtues edhe i ka. Po jo, s'po marrim ata. Po marrim Me i bë apo me numërose? Se kjo me numëroj është më vështirë. Si numërojnë deri te 10. Ndoshta nuk i duhet të numëroj, zonja Hoxha, edhe nuk i duhet ndoshta. Se duhet Se dikush tjetër numëron. Edhe diçka se Se kemi publicitet. Për ta mbyllur këtë temë, se sigurisht që shumë prej këtyre konflikteve nisin sidomos nga rrjetet sociale. E para. Dhe kontrollet mbi rrjetet sociale është e pamundur t'u shtrosh. Pra, siç ndodhi me TikToku që pas një viti më pas u hapi, po ndryshon disa rregulla të reja, nuk ka lidhje fare. Së dyti do t'jemi vetë të ndërgjegjshëm për veprimet që ne bëjmë ka shqip personave të tjerë. Sepse, siç tha edhe avokati, edhe unë, edhe kushdo tjetër, ne dalim mes natës dhe nuk i ruhemi kërkujt sepse nuk i kemi bërë gjë kujt. Më kupton? Është shumë e thjeshtë kjo. Dhe pavarësisht se jemi të ekspozuar gjatë gjithë ditës ndaj rrezikut, si avokati me klientët apo me palën tjetër që është në gjyq, si unë me subjekti që unë i raportoj dhe i nxjerr në televizor. Pra, është për te punës sonë, ne asgjë tjetër personale nuk kemi me asnjë person tjetër. Por këto personazhe që ruhen, lëvizin me mjete, me bodyguard, me skorta, jo hap crown, jo njoni që s'ka lidhje fare me policinë, po leja të Bexhun, janë policë aty te dera xhamit, jo po pak te gardës, jo pak të parlamentit. Ministria e tjerë, me shimori gjithë institucionet me sa po kuptoj. Këto janë subjekte të cilët kanë ndrojtje. Pak sekonda publicitet dhe rikthehemi me sigurinë publike dhe me spakun që ka të reja sërish. Pak sekonda publicitet.